Po sot në magazinën Bonbon do të flasim për një temë shumë aktuale, do të flasim për të rinj, për të rejat, por jo vetëm. Do të flasim për ata të cilët tashmë po duan që të jetojnë vetëm, nuk e dini se kjo është bërë një lloj trendi apo po e duan më shumë privatësinë. Të gjitha këto unë kam kënaqësinë që ti diskutoj këtu në studion e Bonbonit bashkë me të ftuarit që i kam për sot. Kënaqësitë kemi Ola Sylen. Në të njëjtën kohë kemi Kasem Murturin avokat dhe psikologën Bardha Gërtovci. Faleminderit shumë për kohën që ndatë për qenë pjesë e kësaj bisede. Faleminderit për të. Atëherë, pse të rinjët çdo ditë më shumë po zgjedhin që të jetojnë vetëm? Ola? Po që dikur ishte për shembull që na kur martoheshim e dishim që do të me jetu në bashkësi. Ajo as nuk diskutohej bile. Kurse sot, nëse kanë mundësi, nëse nuk kanë mundësi, prapë do të thonë varet prej asaj gjendjes tyne materialet që shqëndrojnë. Dhe unë mendoj që edhe me jetu në bashkësi, edhe me jetu vetëm, do të thonë një qiftiri që martohet më martohet vetëm, nuk është diçka, do të thonë, a është ma mirë, nuk mune me thonë a ma mirë kështu, a ma mirë ashtu. Për arsye se nga dy anë ti mundesh për shembull me mësu diçka, nëse jeton bashkësi, njeh veten më shumë. Aty dush me pas pak ma shumë tolerancë, dush me pas pak ma shumë në kuptim. Dush me ditë me jetu në bashkësi, sepse ka ato kërkesat e veta. Nëse jeton kënena vetu, është një lodhje ma e madhe, është një përgjithësi ma e madhe. Por, kudo që t'jeton, a je në bashkësi, apo atje, gjithmonë dush me pas kujdes për vetë vete. Unë personalisht për vete jam një tip që kujdesem për vetën, do më thonë, por jo në shpinë dikuj tjetër. Do më thonë, gjithmonë kom pas kujdes me pas rahatin time, por pa e damtu rahatin e dikuj tjetër. Prandaj mendoj që nuk e kisha nda ato diçka keq ose mirë, po në varet ashti prej mundësive ose prej vetë ashtu që je ndin vetën ma komod, apo je ma komod bashkësi, apo je përgjithësi jo në dy anët. E kuptoj. Bardha, si e vlerëson ti këtë vendim të rinjve? Mirë. Tani, po kemi edhe të rinj, jo vetëm qifte, por edhe si mbushin 18 vjeç, duan që të dalin dhe të jetojnë vetëm, të jenë të pavarur. Kjo shikohet për të dy anëve, dhe me thënë, një anë nëse flasim për jetesën në një shtëpi me disa njerëz, është ajo mbështetja, dhe me thënë, e lehtësimit të gjërave ditore në shumicën e rasteve, po ashtu, edhe nga ana emocionale dhe psiqike është një farloj përforcimi për arsye sepse kur je në një rreth që ke më tepër se sa partnerin tënd ose vetën tënde, do të pak t'i gjesh disa rregulla. Do të thonë edhe të dish si me i kontrollu edhe emocionet në këtë rast. Do të thonë ke një moment kur diçka nuk pëlqen, ose sidomos me çiftet, kur nuk pëlqen atëherë pak ndalesh, sepse nëse është prezent edhe dy persona apo një person tjetër, pak do të me kontrollu veten se si po sillesh, çka po flet. Edhe kjo ta mëson një farë vetë kontrolli, ndoshta të detyrueshëm në atë moment, po edhe është pak më rritje dhe me thane sfidimit të durimit. Po, ana tjetër, duke pas parasysh që jeta është bërë shumë dinamike, edhe shumica e qifteve dhe njerëzën përgjithësi, dhe më thënë kanë obligime qatë shumë gjatë ditës, sa që me zispresin të kthejnë shpejt dhe të keni relax për vetën e vetë. Kjo është sfida të cilën mund të kenë pak më të vështirë me përballu nëse kanë edhe një person tjetër në shtëpi. Pse? Sepse është ajo që jo që të pengon me dashje ose diçka nuk po flasim në ato raste, po flasim vetë prezenca një personit të dytë ose të tretë në shtëpi në këtë rast nëse jemi qift, është ajo rutina jote në shaj komforti i momentit që duhet, nuk e ke edhe pak të acaron ajo. Edhe nuk ndihesh rahat, ndoshta nuk e merr atë rahatin që po don me marr në çat moment me qenë vet. Po tash nëse fokusohemi tek çiftet, nuk edhe me studime psikologjike edhe sido që e marrim edhe me jetën shumë përgjithësi, nuk mundet me u quaj që është një pengesë ose një diçka e keqe, përderisa nuk cenohen, domethënë senet private të çiftit. Në këtë rast nuk përderisa një vendim që e merr çifti, sidomos kur kanë fëmijë në këtë rast, nuk do të thënë respektohet, nuk përzihet në atë aspektin që ne e dimë që gjyshët janë është bekim të pas në shtëpi, edhe është bekim i pas shpeshherë se na ndihmojnë në shumë gjëra,
Po nga njerë me disa gjana të fëmijë kanë që fëmijë lastu pak ma shumë. Këto hynë ato këto anat emocionale. Nëse kontrolli emocional është i shëndetshëm dhe i sigurt, atëherë nuk është që pengojnë edhe shumë. Ka momente që ndihen nështë edhe nuset në shtëpi që dojnë me pasat privatsin, po më shumë nëse shikojmë këtë fotografinë e gjerë, më shumë kanë lehtësime se sa që kanë pengesa. Po flasim, do me thonë, në një vend ku janë marrëdhënie të shëndosha dhe çdo gjë është të shkuar në rregull. Po, nëse fillon cenohet privatësia e çiftit në çfarë do mënyre, qoftë emocionale, qoftë fizike, qoftë vendimtare për çka do në jetë, edhe familjare, po patjetër, të gjitha, atëherë këtu dindin problemet më serioze. Po tani, po ka edhe të moshuar që duan që të jetojnë vetëm, të ruajnë edhe privatësinë. Edhe kjo është një temë tjetër për cilën do të diskutojmë edhe që në kuadër. është komplet e kuptueshme, se mendoj që tash tani jetën ke punu ke bë disa gjëra dy atin në pleqëri. Kasem, bazuar në punën që ju e bëni tash sa vite, a ke pas në një rast kur familja ka ndërhyrë në jetën e një çifti ose ka pas probleme të kësaj natyre nga bashkësia që kanë jetuar? Faleminderit. Atëherë unë fillimisht du ta përshëndes gruan time të dashur, pa të cilën asgjë nuk ka kuptim, e cila i ka pas disa ditë të vështira këto ditë. Kasemi është bërë baba, e i përgëzojmë shumë. Faleminderit shumë. Bebushave rritje të mbarë. Kemi 2 binjak, Marisën dhe Gjonin, të cilët na i kanë zbukuru jetën shumë. Që të kthehemi te tema, po, kemi shumë raste dhe kjo realisht është një ndër pikat ku mas shpeshti ka konflikte familjare, pasi që të jetuarit vetëm i menjanon disa sfida që parashiten kur jeton në bashkësi pak më të gjerë familjare. Në këtë rast, vetë fakti që një qift vendosin që të jetojnë, pavarësisht a vendosin apo është zgjidhje e domosdoshme, vendosin që të jetojnë në bashkësi të gjerë familjare, ata i nënshtrohen, i ekspozohen mundësisë për konflikte familjare. Në gjykatë dhe në praktikë ka raste shumë të shpeshta kur parashiten raste kur ka konflikte, ka dhe dhunë familjare, jo në mes të familjes së ngushtë, po në mes të anëtarëve më të gjerë. Normalisht, sistemi jonë edhe fryma perëndimore i ka stimulu ndarjen e familjes sa më herët. Në nivelin tonë lokal, kjo ndarje ndodh zakonisht me martesë ose pak më vonë. Në botën perëndimore kjo ndodh më herët, edhe pa u martu. Kjo, unë mendoj që në kuptimin social nuk do duhet të ishte faktor determinues i raporteve familjare, fakti se a jetohet bashkë apo ndaras, për faktin se familja është familje dhe raportet familjare janë dhe duhet të jenë të shëndosha pavarësisht distancës apo lokacionit ku jetojnë. Nga ana tjetër, në kuptimin ligjor, të jetuarit bashk si familje më të gjera, sjellin disa sfida, sidomos për shembull kur ndahet një qift dhe kontributi të dyve realisht nuk ka qenë në një familje të ngushtë dhe që tashmë do të jetë e qartë se kujt çka i takon, po edhe kontributi i bashkëshortit dhe i bashkëshortës ka qenë në taborin e familjes së gjerë. Prandaj në këto raste ndarja pasurisë është pak më e komplikuar, pasi që është pak më e komplikuar edhe fakti se kujt çka i takon, sepse ka shumë persona që kanë hise aty, kurse në rastet kur çifti janë familje e ngushtë, si me thonë prindërit dhe fëmijët, to gjëra me ligj janë të definuar pak më qartë. Nuk do me thonë që kjo është më e mirë apo më e keqe, mirë po unë po tregoj çyshe rregullon ligji. Në praktik, kemi shumë raste, sidomos ku në punë po rritën dhe ma tepër, ku çiftet bashkëjetojnë vetmas. Kjo e ka shtu edhe një problem tjetër, një çështje, se jo problem, që për shembull kur çiftet vendosin me bashkëjetu, nuk do të thotë që gjithsesi të lidhin kuror ligjore, që martesën ta kenë të legjitimuar, dhe realisht bashkëjetojnë dhe ndahen dhe sistemi nuk ka informata se, për shembull nëse shikojmë statistikat, ato janë statistikat vetëm të martesave ligjore, kurse bashkësitë faktike martesore aty nuk përfshihen fare.
Por do më thënë ka raste kur edhe ndikojnë familjarët që një qift të ndahet. Patjetër. Po, realisht, kjo është përshtypja imja, nuk është që kam nxjerrë nga ndonjë evidencë shkencore, mirë po unë di shumë raste nga praktika ku ky paraqitet si element. Tash që arsyet se a është dashur apo jo janë tjera, mirë po, ka raste shumë. Ula, të flasim pak edhe për ty, duke qenë se ti e ke përjetuar edhe jetesën në bashkësi. Na trego pak, si ka qenë atëherë dhe si është sot? Ka dallim shumë të madh. Për shembull, atëherë kur kom jetuar unë në bashkësi, do të thonë unë martu viteve 78. Do të thonë edhe prej Stogut kam marrë në Prishtinë dhe aty ka qenë familja vjeri, vjera, 3 djemë edhe vajza. Unë isha nusja ma madhe dhe muj me të thonë që ajo që ka ndoshta mu ka dhanë një farë vullneti me qenë aty e lumtur edhe me ndi vetën mirë, ishte sepse unë të baba kishu një familje shumë të vogël dhe gjithë kom pas qeft me pas një familje shumë të madhe, shumë blazën, shumë motra, shumë... Edhe tash kur kom ardhë aty, ata jënë konë për mua më dok shumë, edhe tash është shumë, dhe më thonë 6 veta, unë e 7. Por ata më kam prit jashtëzakonisht mirë. Dhe më thonë, si thatë ju, dhe më thonë, aty në varët ka erë edhe është një presion, ku është edhe ajo dalimi i mentalitetit, dalimi i moshës, se krejt ato, por ata më kam prit mirë dhe ka qenë mirë për arsye se na i kemi pas punë të ndame. Unë me dojë që bashkësia e ka një të mirë, sepse aty të gjithë involvohen në punë. Kontribojnë. Po, dhe më thonë, ajo është si një firmë. Ti ki me bo këta, ti ki me bo këta, ti këta dhe o ditë. Edhe për shembull, kom pas ma shumë punë, po kom pas ma pak përgjithësi. E jam me ka qenë ajo, me shqiplunat, me bo do punë, anekne, vjera zakonisht drejken. Pastaj kur e linda djalin e parë, atëherë e kisha një dimes jashtëzakonisht madhe. Sepse ata të gjithë shkonin mas djalit, unë gjithmonë isha e lirë, po ajo liria jeme u deshkëm ju pushtu atyne, dhe më thonë që unë po ta ma djalin që të ma qajnë, që unë po ta ma djalin këtë ma buken. Dhe më thonë, jonë konë ato kompromisit të cilat ti nuk është dasht me thjesht me që shtojmë na, me ngri kokën edhe me thonë e te prove ose se te prove. Por dashti Zotin, mas 3 vjetëve e gjysë morën banesë dhe dola në banesën time. Banesën time kemi jetu une me 2 djemë edhe e kemi pas shumë afer, por prap nuk u këput ajo lidhja. Kisha obligim për 2 vite 3 me radhë, deri sa serë nusja tjetër në shtëpi, une me qenë vazhdimisht musafir të vjera. Dhe më tonë shkësha me ngjes, hajshim me ngjes, drejken hajshim të vjera dhe mbramja visha në shtëpi. Dhe më thonë, gjithmonë e ke pas një farë lidhje dhe pse nda. Dhe më thonë, ajo ndarja atëre ka qenë dhimbshme edhe ka qenë jashtëzakonisht të e zgjatur. Dhe më thonë, nuk e dalë, si sot ta man puna atëre me dalë pi dasmës me shku nusja e shpit vetë ka pas edhe atë raste, por shumë rrallë. Dhe pastaj, kur u erdha në shtëpin time, isha mësu të nana, atje me gatu nana, të vjera me gatu vjera, dhe kisha frikë tash mos isha 28 vjeqe, kur u hina në banes. Tash mere me men, 28 vjetë, kur po më bjenë men, që ko mu gjithë ato mi përbalu vetë, shumë po më interesant, atim po më duket vetja interesant. Edhe mere me mene, kom një gjithmonë e të regoj këtë shambull, për tash për mos me shgënyu burin tim, pëse une tash ka gatu nana dhe ta tjeket, edhe une 31 dit, i shenoj 32 recepta, një letër, edhe i kapin frigorifer. Edhe sot kemi borania, nesër kemi pasul, mas nesër pite këto, që me pas një farë mos mu, me dit, me menagju. Edhe non-stop normal atër ishim telefon, jo, kjo. Por, aja që ka për shamull nuk më ka përqy, ose që sot nuk më duket e mirë, është sepse nga njerë kisha ankesa, është pa mundur në herë me qenë bashkë ashtu krejt okej. Dhe kur e thirësha nanën telefon, aja ka qenë mjaftë të rept. Edhe kur e në kosha diqka jo, mos mua në ko. Ja u martove, ja u tranove. Nuk munen tash t'i krejt një familje mu këthy,
qysh do në ti. Gjeje një mes. Edhe dhe me thonë, unë për shembull do shta me pas vajzë, sot, i kisha thonë ruje vetën, edhe ruj tjerët. E jo, kurse si, dura, shuj, edhe nuk mundesh me... Dhe me thonë, gjithmonë është mirë me gjitha e mesi mirë i artë. Apo arrin këtu vajzat e reja që ta gjenë këtë mesin? Çfarë mendon ti? Shiqa, unë e kom nusin, jeton njashtë, ajo vjen, por tash edhe vjerat mo nuk janë që shkanë qenë. Tash për shembull, unë e bëj që mos, për të vjen nusja jam e rrinë 2 muj ditë, për me knaq ato dhe djallin, me gatu, me bo, me krejt, kështu që tash, nuk më me thonë që jonë si na dhe nuk po pres me konë si na, por jonë ma ndrysh. Dyqysh e marrin ato se mendojnë që vetëm ato duhet me qenë. Tash unë jë martu, unë i kom drejtat e mija, unë e vishë po në regull, ti ki drejtat e tuja. Po ka drejta dhe ajë që jeton me ty edhe dhe me thonë një davë. Për shembull, më pëlqen të djalim, ata jeton Kanadë, dytë punojnë arsim, punojnë me një vend. Edhe ata i kanë punë të ndame. Edhe këtu kur të vinë, njëjtë vazhdojnë ajo. Dhe me thonë, i ndihmojnë njëri tjetrit. Kështu që duhet me gjetë një mes të mirë, por nuk është që ka qenë. Për para, për shembull, nuk po flasë për nusën teme. Po, e kuptoj. Por ashtu po thëmë, nuk është ajo aj flijimi që kemi bo na dikur, nuk e dija është mirë, a është keq, psikologja mundet me ditë ma mirë, por unë me gjojnë që më sjellë mirë dhe me qenë me mirë sjellje dhe me qenë i dashur dhe i afërt me njerëz, gjithmonë është moderne. Nuk është moderne ajo nëse ti që kini mendje tone, në fakt, unë po mendoj, sa ma arrogante je sot, si duke është je qaq ma cool, je ma moderne, ma enë është. Po, aha, sa është. Kështu që unë mendoj se pak ka ndryshu gjana, po kemë ndryshu gjdo gjana. Barda, qëfar mendon ti në këtë aspekt? Sa kemi ndryshuar? Sa parim të gjemë këtë mesin? Unë nuk është që mundem me folë edhe shumë, po flasën pas çka kanë tregu, çka kanë dëgju prej nanës, çka kanë dëgju. Se zakonisht kur na flasin kështu, atëherë gjithmonë mirët si diçka është personale. Jo, ajo është diçka që na rrethan që po ndodh. Po, ç'është. Patjetër po flasim, a ka ndryshime? Po ka, sepse edhe koha ta imponon. Do të thënë në kohën që jemi tu jetu tash ta imponon me bën ndryshimin, edhe nuk mundesh me pas të njëjtën ritual në shta jetësor si që kanë pas nana ime ose në këtë raz zonja Olta, për arsye sepse edhe mënyra e jetesës ka qenë ndryshe. Tash po jetojmë në vitin 2026 ku shumica femrave duhet punojnë, jo pse kanë zgjidhje, po kanë patjetër, duhet punojnë dhe tash do ta kuptojmë që kur je në punë, edhe je 8 orë, ke orar pune, nga njëherë ndoshta edhe pa dashje kthehesh me atë lodhjen në shtëpi edhe ndoshta pa dashje e qet atë emocione negativ tek familjarët aty ku janë prezent. Tash mes çifteve zakonisht mundet me pas mirëkuptime ndoshta ndaj njëri tjetrit, po një gjenerat pak më e vjetër mundet me u prek pak më tepër sepse është sistem ndryshe dhe nuk mundet ndoshta disa gjëra me i kuptu. Po prapë në këtë rast unë pajtohem me zonjën Olta sepse ti duhet po kthehem në ato pa përpara, që bashkëjetesa ta mëson një rregull. Për arsye se kjo që tash rregullat emocionale, frenimi emocional, do të thonë ti nuk do të thënë që sa ti je frustruar me shkosh në shtëpi dhe ti vërtet shkoj kur del përpara. Po në farë mënyrë ta mëson ata që ka një rregull, ka një respekt, ka një dashuri të veçantë që ai person është atë kaprit me shumë dashuri ta ditën me të pa në shtëpi me bën një muhabet me ty. Po, gjithmonë unë them që gjithmonë mëson diçka prej secilit njeri në jetë. Sidomos gjenerata që kanë jetuar më të vjetra mëson gjithçka për jetën, të mësojnë gjithçka për jetën. Edhe është të vërtetë që jeta ka avancuar dhe na i dimë ndoshta do gjëra që nuk i kanë ditë përpara, po gjithmonë ka hapësirë në të mësuar. Edhe pse jo mos më ndal me ndëgju. Tashte, a kanë durim, që kjo është ajo, do më thënë sfida kryesore, do më thënë prap ajo, sa është ajo respekti emocional ndaj njëri tjetrit, sa ja respektojmë këtë pjesën që ndoshta ka një ditë të keqe, ndoshta diçka nuk po shkon mirë, hajde ta është mirëkuptimi dhe komunikimi i shëndosh familjar. Do me thonë që e lidh njerëzit sepse ne jemi të krijuar ashtu nuk mund gjithmonë të jetojmë vetë. Edhe nëse keni partner perfekt, i bën edhe fëmijët e tu prap vetë nuk mundësh me rrit krejt, me arrit krejt, prap të duhet një ndihmë, një dorë mirë familjare, një dashuri familjare. Dashuria familjare është shumë e shenjtë për mendimin tim.
Edhe s'ka rëndësi çfarë moshe ke, s'ka rëndësi çfarë kohe jetu. Dashuria familjare mendoj që nuk zaventohet me kurrë. Domethënë gjithmonë janë ata të cilët gjithmonë kanë më mundu, pa marrë parasysh në për shkak e kalu, kanë më mundu me të ndihmu. Në atë mënyrën më të bukur, më të mirë që mundet. Sidomos prindërit në këtë rast, unë mendoj që shumë kontribojnë ndaj fëmijëve tyre dhe në syrin e prindit unë mendoj sa do që i ma të fëmijë. A unë kupton edhe prapë që në atë aspektin si fëmijë. Domethënë është ajo jeta, sfidat e jetës që nështë ta shëbëjnë pak më të komplikume dhe lypin këtë pavarësinë, sidomos vajzat në këtë rast, për arsye se nështë kapja tabakut, sigur një kohën e më përpashme, gatimet e këto janë pak më të vështira, tash për shkak që sfidave që i kemi jetësore, po nuk dhe me thënë që dhe ato duhet harrohen komplet, unë ashtu e mendoj nështë e kam gabim, janë ka njëherë nëse ja bon një sistemi popullore, një hizmeti, një personit, nuk është diçka e keqe, thjesht një ndihmë, një respekt, një dashuri. Se të njëjtën gjë mundet me ta bëjë edhe ai person ty. Domethënë, po unë mendoj që komunikimi i shëndosh familjar e ruan shumë edhe lidhjen familjare. Mirëkuptimi mes familjarëve, domethënë gjithmonë e arrin, domethënë mirëkuptimi arrin dashurinë, mbajtjen e dashurisë, edhe ju që këtë më herët s'ka lidhje distanca ku jeton është ajo dashuria që gjithmonë i mban ofër. E përmeruj këtë dashurin do shta ditën e sotit për shkak të bingarkesës që e kemi për ata dhe e dojnë ndarjen. Me jetu vetë për mos me lindë këto konfliktet, pa dashjen është edhe mu prish këto lidhje familjare. Po flasim sa i përket bashkëjetesës në qift vetëm apo edhe me familjarët e burrit në këtë rast, po e vazhdojmë diskutimin këtu në studio bashkë me të ftuarit që vetë se i pat pak minuta më parë. Kasem, ju jetoni me prindrit? Jo, unë jetoj me gruan time edhe tash do të vazhdoj të jetoj me dy fëmijët e mi që i përmenda më parë. Megjithatë, aktualisht përgjithsa unë po marr pjesë në këtë emision, mami jam është duke kujdes për dy fëmijët e mi, pasi që edhe gruaja nuk është aty. Kështu që kjo që po e them, nuk po e them si informat për me ditë ku është nana jam, mirë po e dha si shembull sepse qyshe tash edhe ma parë, distanca dhe lokacionet nuk e ndojnë familje. Unë pavarësisht që jetoj ndaraz me prindët e mi që rreth 3 apo 4 vite, raporti veç ndoshta është edhe më i afërt se sa që ka qenë kur kemi qenë në të njëjtën kulm. Unë mendoj që praktikisht jetesa e përbashkët në stilin klasik apo në stilin e vjetër e ka kuptimin, pasi që ne edhe po të jetojshim bashkë me prindët e mi dhe me vllaun e motrat, prap ne në mëngjes gjithë do dalim nga ajo shtëpi dhe do të kthehemi natën vonë ku secili do të vazhdojë në dhomën e tij të flajë dhe nesër të zgjohet prap ta bëjë të njëjtin ritual. Në kuptimin social është kjo, pra ekonomia, tregu, zhvillimet e kanë pru në një situatë ku secili duhet i përshtatet stilit vetë jetesës, pasi që ne jemi edhe sot jemi dëshmitar që vazhdimisht shtohen profesionet të ndryshme, kurse në të kalumen ndoshta gjithë familja nuk ka pas asnjë profesionist, po gjithë kanë ushtruar një zanat familjar apo punë familjare, ku gjithë kanë pas mundësi me kontribu në atë punë ose rreth asaj pune dhe ka qenë si një mini organizim social dhe një mini organizim ekonomik. Kurse tani sistemi na stimulon që të ketë sa ma shumë ekonomi familjare, që të njëjtit të blejnë produkte dhe pastaj dikush tjetër të ketë interes të prodhoj sa ma shumë produkte. Me një fjalë, pak a shumë kjo është edhe, si me thonë, rezultat i industrializimit të vendit tonë edhe i kapitalizmit. Për shkak se përgjithësit janë personale, secili ka sot hyn në raporte kontraktale vetë, secili hyn në raporte juridike vetë, në të kalume në organizime familjare më të mëdha, vendimarrja ka qenë më centralizume dhe një person ka mujt me u lind, me u rrit, ndoshta edhe me u plak, pa e pas kur përgjegjësinë për me vendos për diçka, sepse ka qenë dikush më i vjetër dhe e ka pas fatin me vendos për gjitha gjanat. Kurse tani ajo ma nuk është. Tash të gjithë kanë me dalë, tash ndarja është çështje kohe, sepse ti mundesh me zgjat pak bashkësinë e gjerë familjare, por nuk mundesh pafundësisht, sepse në një moment ti duhesh me u nda.
sepse ashtu e kërkojnë interesat ekonomike, sociale, në kuptimin e fushës prej nga vijon, dhe më thonë të fushës juridike të avokatis. Kjo prodhon pasoj edhe ka fillu me ndryshu shoqërinë në kuptimin që ka rënë për shembull numri i martesave, ka rënë nataliteti në familje në familje ma gjera, ku vendimarrja ka qenë më e centralizuar, liria për të zgjedhur partnerin ka qenë më e vogël, liria për të zgjedhur kur ti martohesh ose a martohesh ajo ka qenë shumë më e vogël, kurse tani është liria pak më e madhe dhe secili me të drejtë zgjedh kur, qysh, tek apo po ose jo në kuptimin e jetesës ndaras apo çdo që e zgjedhaj. Kjo tani në fushën time reflektohet për faktin që tjetër background dhe tjetër edukim familjar kanë persona që vinë nga bashkësitë gjera familjare dhe tjetër kanë persona që janë rritë, që kanë pas fatin që shumë herët ti përcjell ky fenomen, pasi që edhe fenomenet sociale i shohin ndryshe, edhe ndryshe reagojnë në fenomenet tjera sociale. Kështu që unë mendoj që kjo ka qenë e parashikueshme edhe gjithë e kanë pritë që ne do të kalojmë këtë fazë. Në fakt jemi tash në tranzicion, për shkak se ndoshta vitet e fundit është bërë ma trend. Në të ardhmen kjo do të jetë praktik shumë e zakonshme, për shembull në rasti personal, na që ashtu kemi zgjedhur, krejt familja kemi qenë pajtimit, s'ka pas asnjë kundërshtim, kalojmë jashtëzakonisht mirë, prap jemi në familjen e prindërve sikur kisha qenë gjithë aty. Nuk zbehet dashuria veç pse bëhet ndarja në këtë rast. Kurse unë mendoj që ndoshta do të kishte qenë më sfiduese jetesa e përbashkët. Për faktin se unë dhe gruaja ime apo cili do qefti i ri, nuk e ka mundësinë me kontribu në stilin që e përmendi zonja më herët, dhe kjo tani vetvetiu krijon pritshmëri prej dikuj dhe mungesë performance prej dikuj tjetër. Tani dikush tjetër kontribon në punë, po ajo nuk shihet në shtëpi, dhe kur punon dikush ai ka tyrat veçanta, tani kjo krijon pavarësi, e pavarësia krijon vetbesim për kontroll, dhe kështu prapse prap gjithçka çon tek ndarja. Mënyra më e mirë. Po. Zgjedhja e duhur. Po, na gjithmonë atëre kur u martojshim, të më thonë, atë gjenerata ime atëre, na gjithmonë thëshim, ti shkon mirë, vitin e parë me jetu vetë. E kur bojnë thmit, me kuthi prapë të vjera. Dhe më thonë, bashkësia me rritë thmit në bashkësia, dhe për thmi është mirë. është një knatësi. Unë mendoj se e mora fjallin tash parallë, mendoj që ka është shumë e rëndësishme për gjithë neve, pavarësisht stilit të organizimit familjar që zgjedhim, unë mendoj që është shumë e rëndësi që të stimulojmë krijimin e familjeve të reja, të bashkësive të reja, pavarësisht nëse janë të martuar apo jo, ta stimulojmë natalitetin që mos të shuhemi si popull. Edhe pse në rajon që ndrojmë mirë, në kuptimin global jemi edhe na ullë si që është e gjithë Europa. Edhe në Europë edhe të ne kjo është në ndër të tjera rezultati kësaj që po e diskutojmë nësat. Ola, më la përshtypje kur ishte marketingu përmendet se vjerat nuk kanë dashur të marrin nuset të cilat kanë qenë në punë aso kohë. Për çfarë arsye? Që unë mundem ndoshta me qenë gjenerata e fundit, gjithmonë e ceku, këto intervista, se unë jam gjenerate cila ka qenë, do me thonë, kufi nga ajo e erta, ose ma randë që ka qenë, se na që kemi fillu në regullë, unë nuk kam pas normal problema atër më shkollu e krejt, po, do me thonë, ka pas në gjeneratën teme edhe atërë në për disa fshatra që kam pas probleme, po, do me thonë, është gjenerata jonë është ajo thyrja, do me thonë, prej ka me mira. Po, është të vërtet, atëre nuk kanë hezitu vjerat, do më dhënë kanë hezitu vjerat me marë nuset të cilat punojnë, ose të cilat jonë me... Aji e ka marë atë nusen me shkollë. Do më dhënë, ajo ta shtë jo dashtë me akëshyrë të mitë, atër nuk kemi pas qeve si sot. Atër o dashtë me marë do gratë, të cilat jonë kanë qenë pa shkollë, pa kur gjo, me marë, me pru, më kujdes për thmi, nëse vjera s'ka mujtë më kujdes, dhe më thonë ka qenë periud me të vërtet edhe randë, e cilat plesht atërët vjetrit e kanë shiku ma ndrysht, dhe më thonë ma të sigur. Edhe thjesht
nuk kam pas dëshirë, për arsye se nusja kur ka ardhur në shtëpi, ka ardhur si një ndihmës. Edhe pse unë e kom pas vjerën atëherë, unë jam 23 vjeçar jam martu, vjera ka qenë 46 vjetë, mu do këtë qatë që vjetër ajo sa s'ka, sepse unë isha shumë e re, por ishte smut, sheqeri, diabeti, yndyrra, nuk mund t'jem u kujdes për fëmijë, dhe unë nuk kom punu deri sa nuk më kanë shku 2 fëmijë, për arsye se vjerën tha, me ardi kush me mirip një pat huj këtu në shpe nuk ban. Nana vjera nuk mundet me t'i rrit, nana në kisha larg edhe u dasht. Jo që jem konë qa që mirë edhe i kom dëgju ashtu qorras që thëmë na, por ishte ashtu mundësia. Dhe me thonë atëre më kujtojtë si sot për bikebor qatë shumë, sa që u deshe me qelë rrugën deri në qerë dhe nuk ishim mundësi tjetër me gjez me shku, dhe me thonë ishte ma vështirë, dhe kanë hezitu me marë nuset. E tashti, për shembull, unë kam shumicën në rasteve shoqet e mia, nuset e tyre do të thonë janë martu, ende nuk e kanë përfindu ose nuk kanë diplomu, ose kanë disa provime me diplomu. Ato i kujdesen për fëmijë derisa nusja aty në mëson edhe bon çmos. Po, kam dëgjuar raste të tilla. Bon çmos ajo që nusja se tha zonja më përpara, dashte pa dashte tash është ndihmës edhe për djalin e saj, nëse nusja është në shkollë, po nana dhe ka punën e mirë. Dhe më thonë, tashti ato e kanë kuptu që është ma mirë me më punu nusja, dhe dhe më thonë, unë e kom shoqet të mija të cilat kujdesen, rini dhomë, i mbledhin ata fëmijë, i mbledhin, deri sa nusja mbyllet edhe mëson për me përfundu, dhe më thonë, fakultetin a qa do që të ka. Dhe më thonë, është një ndryshim i mirë, pozitiv, që mu më pëlqen, sepse atëre ka qenë të qësh ma ngurt, ma një situatë ka qenë. Me të vërtet është dasht me pas tepër edukat, me pas tepër mirësjellje, tepër me qenë njeri mirë, ani me ditë me u qelë në ato momente, por regullat ishin regula. Ai që nuk i respektojnë të regullat e bashkësisë, pështon të ma keqë si sa që fiton të diçka për asaj. Ola, ti momentalisht jeton me djalin edhe bashkëshortin? Po, me djalin pa martu edhe me bashkëshortin jeton. Djali vogël jeton në Kanadë, ka vajzën edhe gruan. Dhe kur të marrësh një nuse, si do të jetë Ola se një vjehër kështu? Shqyqa, unë nuk po përdhe në folë tashti se kom nusën atje gjithmonë për cellë këtë flasë unë dhe unë po mendoj sa të kom bashkëshortin, shumë kisha pas të shirë, ata me qenë shpit vetë, unë me qenë me plakun tem në shpit. Për arsye se besom është ma vështirë na si plesh me u adaptu të rinis, se sa ju që adaptohen, sepse ne kemi dhimbje, ne kemi smundje, ne kemi terapi, ne kemi moshë, ne kemi gjithë shka, që me të vërtet duke shiku na vetën me gjithë ratin tonë, mune me lëndu edhe qiftin e ri. Unë mendoj që Valoni nesër nëse martohet, ata e sigurisht ka me dorë me jetu me grunë e vetë, nëse jemi në atë fort me. Ta shishalla dhe ka shkon me rënë, edhe nëse unë e jes vetë, mendoj që deri në moment fundit nuk jo kësha prish rati. Që shiqo, edhe pleqnia e ka një mesele, nëse ti dërzohësh herët, ajo të ka plan edhe të pëshin. Nëse ti qëndron me pleqni, unë thjesht të shoh pleqnin atje dhe i thëmë prit edhe pake që i bona 70 vjetë. Dhe me thonë, është mirë njeri mi dhonë kura jo vetës edhe për pleqni, çdo herë, jo vetëm në rini, po edhe në pleqni edhe çdo herë. Duhesh me u kujdes për vetën, mos me qenë bare dikuj, mos me qenë, duhet me qenë e panvarën, dhe me thonë, si atëherë materialisht, si tash me shëndet edhe me mundësi, kështu që gjithmonë duhesh me luftu deri sa të vjen momenti. Ola, një mesazh i bukur për me përmbyll këtë bisedë sot. Faleminderit shumë që ishit pjesë e magazinës Bonbon. Kasen faleminderit shumë, njëherë edhe njëherë urime që e bërë baba. Dhe Bardha, faleminderit shumë edhe njëherë për kohën. Faleminderit.